minimalisht 2 prej antarëve të Partisë Socialiste, unë kam dërguar disa kallëzime penale në SPAK. Në 2021 kam dërguar në SPAK 3 kallëzime penale, një për ish ministrën e Shëndetësisë, zonjën Manasirliu, një për ish ministrin e Drejtësisë, zotin Ulci Manja, dhe një për ish, apo nuk e di se çfarë është, nëse është akoma kryetarin e bashkisë Erion Veliaj. Dhe kush është rezultati? Dhe kam dhënë të dhëna të detajuara për secilin prej tyre në kallëzimet e mia. Se si shpërdoroi sistemi i patronazhimit në zyrat elektorale të njësisë 9, të njësisë 11 dhe në Bashkinë Tiranë, në përgjithësi. Dhe kur them të dhëna të detajuara, kam dhënë emrat e drejtorëve, kam dhënë emrat e zëvendës ministrave, të ministrave, kam dhënë emrat e gjithë një pjesë të administratës që ishte përfshirë në patronazhim. Dhe po flas për 2021. Kam po ashtu, si Parti Demokratike dhe opozit, kemi dërguar disa kallëzime në zgjedhjet lokale të 2023-shit, të detajuara, me emër, mbi emër, me institucione. Në 2025-ën, po ashtu, personalisht kam dërguar disa kallëzime në SPAK, kam dërguar dhe në prokurorinë e Tiranës apo në prokuroritë e tjera, por në SPAK kam dërguar përsëri për zonjën Manasirliu, kam dërguar përsëri për ministra, ish ministra apo deputet. Pra, është një investim i kohës, energjisë time, të Partisë Demokratike, të kolegëve të mi, për t'i shkruar, për gjetur faktet. Te ky libri që neve kemi votuar, po dhe ja u kemi dhe dërguar një kopje, dhe tek libri që ka Oerti përballë, vetëm në 2025 për zgjedhjet, kemi evidentuar mbi 2500 shkelje zgjedhore, krime zgjedhore. Ja u kemi dërguar një kopje. E keni dhe me, ja u kemi bërë edhe të lehtësisht të përdorshme, se e kemi bërë dhe me QR kod, vetëm mund vini me telefon, ta vini telefonit e QR kodi dhe të shihni shkeljen zgjedhore. Një pjesë e mirë e tyre janë lidhen me sistemin e patronazhimit. Deri më sot asnjë fjalë, edhe në raportin tuaj, asnjë fjalë në lidhje me këtë fenomen. Që kur lapsi pika në 2021-shin rodhi emrat e 910 votuesve dhe kush ishin patronazhistët, jam e sigurt që ju vetë kishit 910.000, po. Dhe juve vetë jeni pjesë e të patronazhuarve, familjet tuaja janë pjesë të patronazhuarve. Unë personalisht kam pasur, dhe ja u kam dërguar dhe juve, kam pasur tabelat që i prodhonte Akshi duke marrë të gjitha të dhënat personale të votuesve. A është hetuar Akshi në lidhje me sistemin e patronazhimit? Se kur e kam unë një tabel të tillë, sigurisht që juve mund ta kishit, kur janë bërë denoncime pafund për sistemin e patronazhimit, unë besoj që minimalisht ju duhet kishit nisur një hetim, sepse është fenomeni më negativ, është kontroll i jetës së çdo votuesi të çdo familjeje. Janë vjedhur të gjitha të dhënat personale, dhe kur them të gjitha, numri personal, telefoni, adresa, ku bëjnë shkollën fëmijët, kush janë mësuesit e fëmijëve, kush i patronazhon mësuesit, drejtuesit patronazhist të shkollave, mjekët, infermierët, drejtuesit e qendrave shëndetësore. Kemi dërguar në 2025 në tabela të Belinda Ballukut, që se si patronazhonte gjithë qarkun fier, jo vetëm votuesit në Shqipëri, po dhe votuesit e diasporës. Kam lexuar aty komente rënqetëse, që thonin është i smur me dorë, është në prag të vdekjes, po e marrim me barel për ta çuar për të votuar. Është me pampers, duhet t'i çojmë për disa votues. Pyetjen e bëra dhe po e sqaroj dhe do bëj prap. Tani mos më ndërhyj se unë nuk jam këtu që të flas atë që doni juve. Unë do flas dhe po i jap edhe, të lutem,
Po flas me fakte dhe mos më ndërhyt, lutem. Jo librin, dhe nuk ka pse hidhesh përpjet kur përmendet emri Belindo, se nuk është se bëni sikur e mbroni, po nuk e mbroni në fakt. Tani, nëse ti, ky komision është ngritur, tani nëse më ndërhyn, a ka mundësi mos më ndërhysh? A ka mundësi mos më ndërhysh? A pra, po. Pra, në databezin e patronazhimet, ka çdo gjë. Çdo familje është vulnerabël. Është krim zgjedhor, është krimi më i madh zgjedhor. Dhe ju se përmendni një herë patronazhimin në asnjë raport tuaj, pse? A keni ndërmend që të hetoni për patronazhimin? Gjithë ministrat janë patronazhist. E thash, keni kokën e patronazhimit Partisë Socialiste këtu, në këtë sallë. Dhe nuk mund të mbyllni syt, sikur s'po ndodh asgjë, kur çdo qytetar shqiptar është i survejuar, i spionuar, i denigruar, i gjobitur. Vota prej patronazhistëve, që në familje, kur shkon në familje, dhe e shantazhon për ndihmën ekonomike, për shërbimin shëndetësor, për licencën, për tapit, për hipotekat e shtëpive, për çdo gjë që nevojitet, është i shantazhuar nga patronazhisti, i cili patronazhon edhe votimin derisa hidhet vota në kutinë e votimit. Janë turma, i shihni përballë çdo qendre votimi, është krim elektoral. Pra, a keni bërë juve ndonjë hetim për këtë? Mos më ndërhyr. Unë e di që të dhëm, se jeni juve që keni keq përdorur të dhënat personale. Ti i pari si drejtues politik. Ti i pari dhe gjithë juve, më lejo, mos mund. E di që Jo, i kam bërë zyrtarisht unë. I kam bërë zyrtarisht gjitha. Po përmend të gjithçka, që e kam bërë zyrtarisht në SPAK. S'ma heq dot fjalën ti mua, nxefu sa duash. Po pra, nuk ma heq dot drejtën e fjalës. Ti vet e ke keq përdorur të gjithë sistemin dhe të gjithë ju që jeni përballë, ndaj ju vjen keq. Të gjithë ato që janë aty mbrapa, të gjithë neve jemi të patronazhuar, të spionuar, vota është devijuar për patronazhimet. Pyetja është ajo që bëra në fillim. A e keni hetuar patronazhimin, pse nuk ka asnjë fjalë në raportin tuaj për këtë? A do hetoni sistemin e patronazhimit? A do hetoni akshin dhe kush është fati i kallëzimit penal për Belinda Ballukun, e cila përmendet edhe në raportin e Odirit. Juve thatë nuk është vetëm opinion. Jo, Odiri ju ka dhënë fakte. Ka thënë Belinda Balluku është koordinatore politike dhe ja u ka thënë edhe faktin. Krimin ja u ka thënë dhe qarqet ku ka vepruar krimi. Unë vetë kam